Kjo gjenerate, cila sot po diskutojmë na për të, është gjenerata e fundit, sepse më nuk kemi me pas ne si shtet. Edhe është zoti që mos të kemi më president ose kryeministër me një të kalume t'il që sot Indjeri Haxhi tha që ka shku me mallin e djalit tij. Këto se kuptojmë. Unë te kaloj këto si pjesë, nuk ka rëndësi. A është Haxhiu, a është Hashimi. Unë vetë jam prind. Me shku në atë botë, me mall të fëmis. Kaq, s'ka rëndësi ju. Edhe Albini, edhe ai tjetër, edhe ai tjetër. Me mall të fëmis. Kush është prind e kupton? Kush është prind e kupton? Qas po thëmë. S'po dujna na me filozofu ma shumë. Viç kush është prind e kupton këtë pjesë. Dhe në qitë pikë na kena qalu. Dhe më thonë neve na ka hupe dhe sentimenti me pas ndjesi. Dhe më thonë me pas ndjesi për fëmijën e visarit, për fëmijën e profesorit. Për brezat që vinë, për ata që kanë dhonë gjithë shka për qitë Kosovë. S'ka rëndësi, në këtë rast na jem të full për Hashimin. Abdin, kjo është qaja që neve po na mungon. Po na mungon. Dhe pëmojna i natin me një gjenerat që se kam pas let. Se kam pas let me te kalu qëta. Se kam pas let. E na po shpresojna që mos kena me pas si gjenerata. Mo kena me pas presidenta normal, kemi me pas kryeminista normal, kemi me pas kryetar kuvendi normal, që ku me vdek, kanë mju vdek prindrit, dhe ku me ka një ceremoni normale, proces normal i jetës. Po këta njerëz nuk janë kuptimin e mirë të fjales normal, se s'kanë ardhë në pushtet nga normaliteti. S'kanë ardhë si njerëz normal, se kanë ardhë me shumë vujtje, kanë ardhë me shumë sakrificë. Dhe kjo i dalën edhe prindrit e tyne. E din, nana e Hashimit, nana e Kadriut, nana e shumë ushtarëve të UÇK-s, nana në Asimit, nana ati, qka kanë dje ato për prind, për fëmijët e tyne, kur kanë dëgju që një ushtar u vra, një ushtar met në karros, dhe më thonë, që tona nuk po mujna me kuptu. Tani na, këtë jetën s'kum na për cilë kjo. Ne kemi mu këthy normalitet. Po fiqishto sene kanë me metë. E që kjo one po thëmë që qështë po arina me kuptu. Nuk jem të bo, nuk jem të bo na kur gjotë diçka të jashtë zakonshme. Une po thëmë që vi qështë po mrina me kuptu qitë fakt, qitë sentimentin njerëzor, prind, fëmi, bab, non, motër. Ju e dini që edhe danë që dalim televizion, edhe kur debatojnë anashta me Nexhin, ose me Visarin, ose me Avelitën, ashpër, prind tonë kur janë të në akshyrë të shpjata shqetësor. Prekën, po. Ata se dinë që mas debatin e neutralizojnë Avelitën. Pa ata thujnë që po ndodhë, që po bëhet. Më thonë, kjo është ndjenë prinderore. E kitë ndjenë na, për me rujtë edhe pak që të njerëzillëk, duhet me rujtë e me kultivu. Kjo është ideja qka jem të full, e qka jem të umënu me përqu. Po, Avelita, pa të me shtu diçka si ta ndërpreva fjallën, Visar? Jo, veç ka polke, u emocionova ka polke jetoni dhe më kujtonë për shemull që a i vdheq veç 2 ditë masi ke djali, dhe me thanë, si kur në një par mënyrës si që thoshin pleq të... Veç ato e ka prit. E priti, po. Tje për në me vdekje e tresht. Po, me qenë se i moshuar, me smundje... Po, pa tjetër, ajo është proces natyrore dhe neve nuk duhet më na... Dekjas nalet, dhe nuk duhet më na... Mënyra se si u bon krejt. Mënyra krejt që shë organizuar dhe qa u bo Odiseat, krejt, kërkesat për me arë me po... Dhe më thonë një kërkes të melore dhe... Për me arë me po babën tënë, tu që përdo me dhe... Në aspektin ligjore dhe Visari më në plëtsu. Dhe thonë, ata nuk jenë të denum. Po, fix. Ata janë
Ata e në një proces gjyqësor që ata deri sot mirët vendime, ata janë të Presupozohen të jenë të pafajshëm. E qysh po mund është me ndalu një njerë të pafajshëm, edhe me orë me bo be Trandafilova një hitë nonës, më nga kalëzu, nuk shkën aspekti ligjorë, nuk vinë nga kjo fush, po nuk bohet ligjit duke be. Se ketë kënë eshtin gjykat aty, për mi pështu gjyqit, ja fut një 2-3 beq aty edhe del. Po logjika jonë për një me u qërëditë dhe kjo është... Unë mendoj në këta po lidhna me jetonën, legislatura tash që del prej uroj që të zgjedhet sa ma shpejt, mendoj që duhet me njerë tash shqyrtojnë ndryshimin e kodit procedurës penale dhe ta plotësojnë dispozitën, pasi nuk është qartë të shkruar, pra nuk parashit në mënyrë eksplicite, po i lihet praktikës gjyqësore, ndërsa me kartën e drejta të lirive të njeriut pa dyshim konstatuam gjithë bashku që shkelje, po ashtu konstatuam që nuk ka bëu mirë qeveria që nuk e ka dërguar të paktën një delegacion për 3 anëtarë nëse s'kishte qenë kryeministri Kurti, kryeparlamentari apo figurat kryesore. Mendoj që duhet shumë seriozisht ta merr legislatura që vjen tash për me plotësu dhe me përfshisi dispozit, dhe zoti asnjërit prej atyve ti mos si vdes asë një antar i familjes, sa janë duke u gjyku dhe ai proces të gjykohet sa më parë, na po harrojmë që ky proces apo flasëm na, këta janë 4 deri në 5 vjet po marrë në paraburgim, që është afat realisht tepër i gjatë dhe është në kundërshtim me regulativën ligjore. Edhe kjo është edhe ma e dhimbshme, ku ta po marrën peng me dëshmitar, me seanca, cilat nuk po kryen kurrë, ndërsa është dashur sa më shpejt të ketë një epilog dhe këtë rast unë e ftoj edhe ministrin Haxhiu, përveç së kërkesës që e ka shu e ftoj publikisht, të kërkon edhe sqarime shtesë dhe ta bën një farë presioni pozitiv, për arsye se e kuptojnë që pushtetet janë të ndara, po qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Drejtësisë mundet me kërku sqarime shtesë pse këtu drejta po shkelen, se po flasim po shkelen edhe drejtat ligjore sa përket mbajtjes në parapurgim kaq gjatë, e cila është jashta deadline-ave ligjore. Dhe është zoti që këtu të adresohen me njëherë me legjislaturën që vjen dhe të kemi një plotësim ndryshim të kodit të procedurës penale në këtë pikë dhe në pikat cilat ka qalu deri tash. Se përket gjykatës speciale. Krisani pyetje, çfarë mund të bëjë kuvendi në këtë raport, sepse kuvendi ka miratu. Pikërisht që ka miratu kuvendi, unë konsideroj që e ka fuqinë për me bën ndryshimin e kodit të procedurës penale, sa përket këtyre çështjeve të cilat gjykata realisht pi përdor në mungesë të rregullimit ligjor. Pasi në kodin e procedurës penale me sa mujta me pa nuk parashihet si e drejtë e një të pandehuri apo një personi që është i dënuar për me marrë pjesë në mënyrë eksplicite. Dhe avokati e përmeni për me kriju një task force, pa e task force cilat gjetur e kam i gjetë, kur vetë kodi nuk e parashe. Po besoj që jurist ma e minë dhe avokat... Avokati që një task force për me ba një nen ose një me ndryshu që ata. Jo një nena e foli për adresimin, se ato e bën kuvendi i Kosovës, po besoj që gjyqtar edhe avokat që janë drejtës penali, që janë edhe matë, po mënej që kanë përvoj shumë matë madhe, mujnë me ebë një sqarim matë madhe dhe ma... Sepse jeton këtu komplet, kjo gjykat ka deviju për i fillimi, se kjo gjykat për tjetër sen është ba, dhe më thonë, është ba për raportin... Pika kryesore, për raportin e Dikmartit, për transplant organës, dhe më thonë aja ka ra. Ka ra dhe vazhdo më funksionu alo, do me thonë është përgja kontraditore. I qëtë ndërmarje për bashkët kriminalit, dhe më thonë... Na, kemi pa këtë gjykat që ka përfundu, duke folë për një mëzat që në hënë të lezit dikujnë e ka marë, anë Kaçanik. Dhe më thonë, deri këto ka degraduar nivel. Jo, po për një me... Ajo është ideja, kanë kalu në banalitet pa lidhje. Mahallore, i kanë qunë gjykat edhe masnej e dim sakt që ka ndodhë masnej edhe me pjesën tjetër që kanë thënë edhe kanë qunë dokumentet pa qenat, pa qëndrushme, pa bazë ligjore, se si kur ti kishte gjykata 4-5 dëshmitar kredibil, me besoni që me 4-5 dëshmitar kredibil i shkry ky proces, e s'kishe pas nevoj mi pas një 7.000 dëshmitar aty me devilu, se qka ma shumë se burg të përjetëshëm. Më thonë, ti mën është mi marë krejt dëshmitar, 20.000 dëshmitar, me folë për krime, maksimum e burg i përjetëshëm.